Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ariela dhe sot dua që ndaj një kurajim të shkurtër me ju. Dua ta nis me disa vargje që janë te Mateu 5, vargjet 14 deri në 16, që thonë: Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk ndizet një qeri për ta vënë në babun, por për ta vënë mbi shandan, dhe që të bëj dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lavdojnë Atin tuaj që është në qiell. Ishte një kohë në jetën time që Zoti po përmbalte shumë shpesh me këtë vargun dhe unë atëherë nuk e kuptoja pse. Madje mendoja që ishte momenti më i keq që unë ta dëgjoja dhe ta lexoja kaq shpesh këtë vargun, sepse unë që nga adoleshenca, ndoshta edhe më herët, ashtu si shumë të rinj sot që po rriten me telefona në përduar, kisha një problem të vogël të madh me vetbesimin, edhe ajo që unë bëja ishte që idealizoja njerëzit, edhe në momentin që shikoja diçka që më pëlqente shumë te dikush dhe mendoja që ishte perfekte, se po unë mendoja që njerëzit perfekte ekzistonin, mundohesha që ta kopjoja. Kur nuk arrija që ta bëja këtë gjën, mërzitesha shumë, edhe mendoja që unë nuk vleja, që unë nuk dija, që unë nuk kisha për të bërë kurrë perfekte. Derisa edhe ajo që unë bëja ishte që kisha standarde dhe standardi im ishte gjithmonë dikush, një person. Deri në momentin që unë njoha Jezusin. Kur erdha në besim, prisja që Zoti kështu si me një të kërcitur gishtas, ma ndryshonte këtë gjë dhe të më bënte perfekte. Se fundja unë i duhesha që të shkëlqeja këtë dritën e madhe, gjë që nuk ndodhi. Të paktën kështu me kërcit e gishtash nuk ndodhi. Ajo që Zoti bëri ishte që mua më rrethoi me njerëz që më donin, edhe me një kish që mua më donte dhe më vlerësonte, dhe çdo herë që unë shërbeja apo bëja diçka, dëgjoja që sa mirë që e bëja këtë gjë, sa e mirë isha për këtë gjë. Edhe këto mendime avash u zhdukën, ikën. Deri në tetor të vitit kaluar, ku unë për shkak të disa problemeve personale largohem pakës nga kisha, edhe nga këta njerëzit që më thoshin vazhdimisht se sa e mirë që isha, edhe mendimet e këqija fillojnë edhe futen sërish në kokën time. Fillova të mendoja sërish që unë nuk vleja, që unë nuk dija më të bëja asgjë, çfarë drite do ndriçoja unë kur unë s'kisha dritë brenda vetes. Unë madje edhe sot e kësaj dite kam shumë të vështirë që të lutem me Zot në një grup njerëzish, i bëj lëmsh historinë nga Bibla. Edhe nuk kam ndonjë dëshmi shumë të fortë që edhe nuk di të flas për Zotin në një mënyrë që do t'i lë të tjerët kështu me gojë hapur. Më vonë më bie në duar një nga predikimet e Altinit, që mendoj se shumica këtu e mbajnë mend. Altini, emri i atij titulli ishte që shkëlqet dritën tënde. Edhe Altini kishte bërë një ndarje shumë të lezetshme të dritrave dhe thoshte që disa njerëz mund të ndriçojnë si dritë parti, disa mund të ndriçojnë si një dritë ambazhuri dhe disa të tjerë mund të ndriçojnë si një elektrik dore. Edhe aty unë dëgjova Zotin të fliste dhe kuptova se ç'kishte dashur ai të më tregonte për kaq shumë kohë që më përballte me këtë vargun që ju jeni drita e botës. Aty Zoti më tha që unë nuk dua që ti të ndriçosh këtë dritën e madhe që ndoshta unë e kam vendosur te dikush tjetër. Unë dua që ti të ndriçosh dritën që unë kam vendosur në ty. Edhe sepse e sigurt që ai e ka vendosur një dritë te secili prej nesh. Qoftë kjo dritë e vakët, siç mendoja unë se ishte tek unë. Edhe arsyeja sepse Zoti e ka vendosur këtë dritën tek unë është sepse ai do që unë me këtë dritën e vakët që kam brenda vetes të ndikoj një grup njerëzish që ndoshta ata që ndriçojnë shumë fort nuk e arrin dot. Edhe të bëj gjëra që vetëm unë mund t'i bëj. Edhe e fundit që dua të them që Zoti më mësoi kohët e fundit është që kurse si nuk është keq që ne të duam të bëhemi më të mirë për lavdinë e Tij. Por ajo që duhet të bëjmë është që standardi duhet të jenë më njerëzit. Duhet të jenë kurrë njerëzit, por standardi duhet të jetë Jezusi. Edhe nëse unë dua që të mësoj të lutem më mirë, që të mësoj më shumë për Perëndin, duhet ta bëj duke i pasur sy tek ai, jo tek njerëzit. Kështu që e fundit fare, të lë prapë me vargun që e nisa, që ju jeni drita e botës.